Të nderuar miq, sot do gatuajmë japrak si që bënin nënat dhe gjyshet tona dikur. Japrak me gjethe rushi, se dihet që bëhet edhe me lakër në dimër. Edhe përbërësit janë këto, që i kemi grirë dhe i kemi në tepsi. Kemi qep të njoma, hudhra, koper, spinaq, nenexhik ose dhiozmo, kemi labot të egër, labot të butë, lur kuqe, lakër e egër, gjethe rushi të përvoluara, oriz, vaj ulliri dhe kripë. Të gjitha janë të grira mirë dhe të shtrydhura ose të shtrydhura me dorë që t'i heqim ujin e tepërt, të cilin do e përdorim në fund për ta hedhur në tenxhere kur të ziejmë japrakun. Pastaj do vazhdojmë me mbledhjen e kukrës së japrakut, të sarmës ose dollmasës, siç e quan secili në krahinën e tij, dhe do vazhdojmë të bëjmë këto të gjitha bashkë.